Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Përballë thellimit të krizës së karburanteve për shkak të luftës në lindjen e mesme, qeveria shqiptare është mjaftuar vetëm me marrjen e rolit arbitrit mes tregut dhe konsumatorit. Ndërkohë, në Itali Mqinje, qeveria ndihmon konsumatorët me masa konkrete për 3 muajt e ardhshëm. Qeveria Meloni ka nxjerrë një dekret për uljen e taksës së karburantit, 25 cent për litër, ndihmë për kamionistët dhe anijet e peshkimit. 3 javë nga nisja e konfliktit në lindjen e mesme, nafta në Tiranë ka arritur 200 lekë për litër, përballë thellimit dhe zgjatjes së papërcaktuar në kohë të krizës së karburanteve për shkak të luftës. Qeveria shqiptare është mjaftuar vetëm me zotimin se do të jetë arbitri i madh mes tregut dhe konsumatorit. Përveç kësaj, kryeministri Rama në takimin me furnizuesit e naftës tha se nuk ka plan as për rikthimin e bordit të transparencës dhe as rishikim të taksës së qarkullimit. Ai gjithashtu përjashtoi kompensimin e gjerë nga buxheti i shtetit, duke sqaruar se mbështetje financiare do të ketë vetëm për pensionistët, ndërkohë që qeveria shqiptare merr vetëm një rol propagandistik si arbitër i madh mes tregut dhe konsumatorit. Në Italinë Fqinje flitet me shifra konkrete për ndihmën që do të kenë konsumatorët për 3 muajt e ardhshëm. Qeveria e kryeministres Meloni ka miratuar një paket masash të përkohshme që synojnë të kufizojnë efektet e menjëhershme të rritjes së çmimeve të karburantit tek familjet dhe bizneset e lidhura me shpërthimin e konfliktit në Iran. Masat përfshin një ulje 20 ditore të akcizës me një ndikim në çmimin prej 25 centësh për litër për benzinën dhe naftën, një kredi tatimore për karburantin dizel për kamionistët dhe një kredi tatimore prej 20% për anijet e peshkimit për 3 muaj nga marsit deri në maj. Ndarja e fondeve pritet të jetë më pak se 1 miliard euro. Qeveria italiane është gati të zgjasë kozgjatjen e masave nëse kriza e shkaktuar nga lufta në Iran do të vazhdojë. Po ashtu dekreti përfshin kontrolle të përforcuara anti-spekulime. Për 3 muaj kompanitë e naftës do të duhet të paraqesin çmimet e tyre të rekomanduara të shitjes në Ministrinë e Linjës çdo ditë. Guardia di Finanza dhe Autoriteti Antitrust po mobilizojnë një regjim të posaçëm monitorimi për shtrembërimet përgjatë zinxhirit të furnizimit dhe shpërndarjes së karburantit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në kuvend një paket ligjore me 2 projekt ligje me qëllim uljen e çmimit dhe mbajtjen nën kontroll, si dhe mbështetjen për konsumatorët, ekonominë familjare dhe atë prodhuese. Sipas Zeno Bozdos, modeli italian është zgjidhja e duhur për situatën. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar në kuvend një paket ligjore me 2 projekt ligje me qëllim kryesor uljen e çmimit dhe mbajtjen nën kontroll të çmimit të karburanteve, si dhe mbështetjet për konsumatorët, ekonominë familjare dhe atë prodhuese. Këto mekanizma financiare që ne propozojmë po përdoren sot gjërësisht nga vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Aktualisht, karburanti në Shqipëri, nafta, taksohet shumë rënd në nivelin më të lartë në Evropë. Rreth 60 deri në 65% të çmimit një litri nafte përbëhet nga taksat që mbledh qeveria shqiptare. Për krahasim, mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 52%, ndërsa në shumë prej këtyre vendeve dhe vendet zhvilluara është nën 50%. Përmes kësaj pakete ligjore propozojmë uljen e taksës qarkullimit në nivelin që ka qenë në vitin 2013, përpara se qeveria Rama ta 4 fishonte atë. Aplikimin e modelit të akcizës së ndryshueshme, sipas praktikës së ndjekur nga Italia, ku tepritja e TVSH-s nga rritja e çmimit të karburantit përdoret për uljen automatike të akcizës, duke ofruar kështu një mekanizëm shumë të ndershëm dhe në dobi të qytetarëve shqiptarë. Qeveria madje sot, qeveria italiane, sapo lajmëroi që ka vendosur të uli taksën e naftës me 25 eurocent për litër në ndihmë të qytetarëve të saj. Deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri ka përllogaritur shpenzimet e një familje mesatare shqiptare për naftën, duke hedhur poshtë deklaratën e ministres Ibrahimaj,
se shpenzimi është vetëm 3% dhe nuk ndikon në buxhetin familjar. Në shportën e konsumit të një familje mesatare shqiptare, karburantet zën 3% të konsumit, pra nuk është një peshë e lartë në shportën e familjeve shqiptare. Edi Rama dhe Ministra e Ekonomisë na thanë sot që një familje normale harxhon vetëm 3% të buxhetit për karburant. Por le ta ilustrojmë te me një shembull konkret. Paga mesatare në Tiranë është 71.000 lekë të reja. Në një familje normale, kur të dy janë të punësuar, ata sillin në shtëpi rreth 142.000 lekë në muaj. Nëse kanë një makinë të vogël, e cila do të furnizohet 2 herë në muaj, duhen rreth 100 litra karburant. Dhe sot, këto kushtojnë 20.000 lekë në muaj. Ose 14% të ardhrave të tyre, dhe jo 3% si thot ministri. Por, një javë më parë, për të njëjtën sasi, paguaje 17.500 lekë, 25.000 lekë më pak, që është fiks sa fatura e ujit mesatarisht që paguan një familje në Tiranë. Rritja e çmimit të naftës do të rrisi ushqimet, do të rrisi transportin, do të rrisi shërbimet dhe në vend që Rama dhe ministrat japin zgjidhje, bëjnë vetëm propagandë. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Vllai Muçi Shalianit, agenti të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i cili mbeti i vrarë në atentatin mafioz pranë aeroportit të Rinasit bashkë me Gilmando Danin, është vënë në pranga në akuzën e dhunës në familje. News 24 mëson se ndaj Shemsi Shalianit, gjykata e Tiranës saktoi më 16 mars masën e sigurisë arrest me burg pasi dyshohet se ka dhunuar të vënë vllajt të vrarë pasi ai dhe të vëllezrit kanë pretendime për pronësinë e objektit ku ata jetojnë. Për më shumë detaj, ne do të kemi një komunikim të drejt për drejt tani me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Klevi. Sikur se ju e thatë edhe në hyrje, policia e Tiranës ka arrestuar pak ditë më parë Shemsi Shalianin, vëllain e Muçi Shalianit alias Sheqerit, agentit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i cili mbeti i vrarë në atentatin e 11 nëntori 2025 tek rreth rrotullimi i aeroportit të Rinasit bashkë me ish të dënuarin Gilmando Dani. Më datën 16 mars, gjykata e Tiranës ka caktuar ndaj Shemsi Shalianit masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale të dhunës në familje. Ndaj Shemsi Shalianit është depozituar një kallëzim penal nga e veja e vëllait të vrarë, e cila ka pretenduar se në datën 14 mars, vëllai i bashkëshortit të saj kishte shkuar pranë objektit 4 ku ajo banon bashkë me 3 fëmijët dhe ka goditur me shqelma dhe me grushte dyer dhe po ashtu e ka kërcënuar atë me jetë që të largohej nga objekti pasi kishin pretendime mbi pronësinë. Duhet theksuar se në momentin që është bërë ky kallëzim penal, forcat e komisariatit nr. 3 në Tiranë kanë bërë jo vetëm sekuestrimin e pamjeve të kamerave të sigurisë ku shfaqet Shemsi Shaliani duke kryer veprimet e dhunshme, por nga ana tjetër kanë marrë edhe dëshmitë e disa personave të cilët kanë qenë të pranishëm dhe e kanë parë nga afër ngjarjen. Po ashtu, komisariati nr. 3 ka plotësuar urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes për të vënë Muçi Shalianit alias Sheqeri, ndërkohë që në atë ditë ka bërë edhe arrestimin e Shemsi Shalianit. Duhet theksuar se nuk është vetëm ky konflikti që e veja e Muçi Shalianit ka me familjen e bashkëshortit të vrarë. Një ditë përpara se të arrestohej Shemsi Shaliani, ajo kishte shkuar sërish në dyert e komisariatit nr. 3 dhe kishte patur pretendime se vëllai, pra gjysmë vëllai i Muçi Shalianit i kishte marrë qelsat e një godinë 4 katshe, por po ashtu edhe të 2 bar kafeve, të cilat ishin administruar ndër vite nga bashkëshorti i saj. Ajo i kishte thënë policisë se Denis Morina kishte marrë qelsa dhe nuk e lejonte të hynte në këtë objekt, por nuk kishte bërë fillimisht kallëzim penal dhe për këtë arsye, policia e kishte thirrur në komisariat Denis Morinën dhe palët kishin arritur në një marrëveshje. Ai kishte kthyer qelsat gruas vëllait të tij të ndjer dhe po ashtu ishte këshilluar nga ana e komisariatit nr. 3 pra agentët e policisë që nëse kishte pretendime në lidhje me pronësinë e objektit 4 por po ashtu edhe të 2 ambienteve bar kafe, do duhet i drejtohej gjykatës në rrugë gjyqësore, sepse vetëm në këtë mënyrë mund ta zgjidhte. Aktualisht që ne flasim, zonja ndodhet bashkë me 3 fëmijët e saj në ambientin 4, por konfliktet mbeten të hapura. Shemsi Shaliani është në masën e arrestit në burg, ndërkohë që Denis Morina, të paktën deri më tani nga informacionet që News 24 ka siguruar nga dosja hetimore, por edhe nga burime pranë policisë, rezulton se nuk ka shfaqur më problematika të tjera. Megjithatë, ky konflikt mes palëve mbetet i hapur sepse pretendimet për pronësinë
janë ngritur pikërisht në momentin që Muçi Shaljani Sheqeri u ekzekutua në atentatin mafios tek rreth rrotullimi pranë aeroportit të Rinasit. Ndërkohë, Klodi ka pasur hetim edhe për mënyrën e punësimit të ndjerit Shaljani në AMP, apo jo? Po duhet theksuar që sa i përket atentatit mafios ku mbeti i vrar Gilmando Dani, një ish i dënuar për gjobvënje në kuadër të grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga Emiliano Shullazi, e po ashtu ai njihet si njeriu mi besuar i kreut të bandës kriminale, po ashtu plagos dhe më pas gjeti vdekje në spitalin e traumës Muçi Shaljani Sheqeri, është duke kryer hetime prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky institucion e ka tërhequr dosjen për kompetencë nga Prokuroria e Tiranës, sepse ka arritur në konkluzionin fillimisht prokurori i çështjes Adriano Drymishi, i cili ka theksuar dhe ka shpallur mos kompetencën se ky krim është kryer nga një grup i strukturuar kriminal për shkak të mënyrës se si është realizuar ngjarja, për shkak të numrit të pjesëmarrësve në këtë ngjarje, 3 qitës të cilët shfaqen në pamjet e kamerave të sigurisë, po ashtu mënyrës së lartë të organizimit, por edhe nga fakti se bëhej fjalë për një shënjestër që ruhej për shkak se ishte i dënuar për gjobvënje dhe ishte në konflikte të forta. Ndërkohë sa i përket mënyrës se si u punësua Muçi Shaljani alias Sheqeri si agent i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, është prokurori Bledar Valikaj, i cili është duke zhvilluar hetime në lidhje me këtë drejtim, dhe vetëm një orë më parë News 24 ka patur një komunikim zyrtar me prokurorinë e Tiranës, e cila ka konfirmuar zyrtarisht se është marrë i pandehur ish drejtori i komanduar i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Artiol Saliasi, dhe më herët ishte marrë i pandehur drejtori i burimeve njerëzore pranë këtij institucioni Gëzim Sala. Nga hetimet e prokurorit Valikaj është konfirmuar të paktën deri më tani se në shpërdorim të detyrës këta 2 shtetas, pra zyrtar, kanë emëruar në detyrë Muçi Shaljani Sheqeri, ndërkohë që ai nuk përmbushte asnjë nga kriteret për të qenë agent i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, po ashtu edhe pse për pak ditë kishte marrë pagën, ndonse nuk ishte paraqitur asnjëherë në detyrë. Megjithatë, hetimet në këtë drejtim janë duke vijuar dhe do duhet të presim përfundimin për të parë nëse do të ketë zyrtar apo ish zyrtar të AMP-s të cilët mund të merren në përgjegjësi penale. Po Klevi? Qartë. Shumë faleminderit Klodi për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve. Ne do të zhvendosim tani në Partinë Demokratike, aty ku zëdhënësi antikorrupsion e kësaj force politike Genta Vangjeli po mban një deklaratë për mediat. E ndjekim së bashku. Abuzimi shqetësues vjen nga fushkruja ku një banor dhe abonent familjar i energjisë elektrike denoncon sot publikisht mënyrën se si po trajtohet nga administrata e qeverisë Rama. Sipas dokumentacionit dhe librezës përkatëse, qytetari ka shlyer rregullisht detyrimet për energjinë elektrike me fatura mujore që varionin nga 3.000 deri në 7.000 lekë në muaj. Megjithatë, në mënyrë të papritur dhe të pashpjegueshme, abonenti zoti Bledi Muça ka nisur të faturohet me shuma 2 deri në 3 fish më të larta se konsumi i zakonshëm. Përballë këtij mbi faturimi të pajustifikuar, qytetari ka refuzuar të paguajë faturat dhe është ankuar pranë institucioneve përkatëse për të kërkuar verifikim dhe korrigjim të situatës. Por në vend që ankesa e tij të shqyrtohej dhe të sqarohej, institucionet kanë vijuar me faturime të tjera dhe me përllogaritje kamatash. Si pasojë, shuma mujore të faturuara kanë arritur deri në 120 deri në 180 euro në muaj, duke çuar detyrimin total të pretenduar ndaj qytetarit në 3.500 euro. Shumë kjo sigurisht e papërballueshme për shumicën e familjeve shqiptare. Ky është një tjetër shembull i arrogancës dhe i papërgjegjshmërisë së administratës shtetërore, e cila në vend që të mbrojë qytetarët i përball ata me padrejtësi dhe presion financiar. Shqiptarët nuk mund vijojnë trajtohen në këtë mënyrë nga një administratë që nuk u përgjigjet nevojave të tyre dhe nuk mban përgjegjësi për abuzimet që ndodhin çdo ditë. Prandaj, të dielën në orën 18 të gjithë në shesh deri në rrëzimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij. Faleminderit. Vjojmë me lajmet. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, Shqipëria cilësohet si vend pjesërisht i lirë. Edhe në raportin e fundit, problem mbetet korrupsioni dhe rishfeti në vendin tonë. Kosova gjithashtu renditet në listën e vendeve pjesërisht të lira, ku theksohet kriza politike dhe institucionale që goditi vendin gjatë vitit kaluar. Shqipëria cilësohet si vend pjesërisht i lirë në raportin më të fundit vjetor të organizatës Freedom House me Selina Washington.
Shqipëria në raportin e këtij viti renditet me 69 pikë, 28 pikë në fushën e të drejtave politike dhe 41 pikë në fushën e lirive civile. Edhe në raportin e fundit, korrupsioni dhe rishfeti mbeten probleme të mëdha në vendin ton, thuhet në raport. Edhe Kosova renditet në listën e vendeve pjesërisht të lira në raportin e Freedom House. Megjithatë, Kosova ka shënuar një përmirësim të vogël në raportin e vitit 2026 për liri në botë, duke u vendosur me 61 pikë. Në raportin e publikuar më 19 mars, thuhet se në Kosovë gjykatat kanë nxjerrë vendime që dëshmojnë pavarësinë e tyre, megjithse janë përballur me trysni të madhe politike. Sipas raportit, kriza politike dhe institucionale që goditi Kosovën gjatë vitit të kaluar, kur vendi u qeveris pothuajse tërkohën nga një qeveri në detyrë, ka ndikuar në përparimin e vendit në gjyqësor. Raporti zbuloi se 54 vende përjetuan përkeqësim të drejtave politike dhe lirive qytetare, ndërsa vetëm 35 shënuan përmirësime. Raporti i këtij viti mbulon zhvillimet nga 1 janari 2025 deri më 31 dhjetor 2025. Korrupsioni që ekziston në Shqipëri ndikon që Shqipëria të jetë një ndër vendet më pak të lumtura në Europë. Ekspertët theksojnë se korrupsioni nuk ndikon vetëm në ekonomi, por edhe në mënyrën si individët e perceptojnë të ardhmen e tyre, duke krijuar ndjesi pasigurie dhe mungesë shprese. Shqiptarët nuk janë njerëz të lumtur dhe një nga faktorët kryesorë që ndikon negativisht mbetet korrupsioni. Sipas raportit botror të lumturisë 2026, Shqipëria vazhdon të penalizohet fort nga perceptimi i lartë i korrupsionit dhe lë pas në Europë vetëm Turqinë. Në treguesin e korrupsionit, vendi renditet në vendin e 120 në botë, duke u konsideruar ndër shtetet me nivelin më të lartë të tij. Ky perceptim prek drejt për drejt besimin e qytetarëve tek institucionet, ul ndjenjën e sigurisë dhe ndikon në cilësinë e jetës. Ekspertët theksojnë se korrupsioni nuk ndikon vetëm në ekonomi, por edhe në mënyrën si individët e perceptojnë të ardhmen e tyre, duke krijuar ndjesi pasigurie dhe mungesë shprese. Kjo është një nga arsyet pse Shqipëria mbetet ndër vendet më pak të lumtura në Europë. Ndërkohë, një faktor tjetër që ndikon, por në një masë më të vogël, është edhe mungesa e mbështetjes sociale. Shqipëria renditet në vendin e 108 për këtë tregues, çka tregon se shumë qytetarë ndihen pa një rrjet të fortë mbështetjeje në momentet e vështira. Në një kohë kur vendet më të lumtura në botë dallohen për institucione të forta dhe besim të lartë publik, Shqipëria përballet ende me nevojën për reforma të thella për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve të saj. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak me informacione të reja. Rikthehemi në studio në edicionin informativ, shohim tani të tjera zhvillime. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani ka ngritur akuzat forta mbi funksionimin e demokracisë, duke theksuar se mungesa e rregullave dhe garës reale brenda partive politike po dëmton vetë sistemin. Gjatë një takimi me intelektual në Tiranë, Saljani theksoi se si Partia Socialiste ashtu edhe Partia Demokratike vuajnë nga i njëjti fenomen. Përzgjedhja e përfaqësuesve dominohet nga drejtuesit, duke kufizuar garën e vërtetë. Në analizën e tij ish deputeti ndaloi tek roli i SPAK, duke cilësuar si një faktor kyç për ndryshimin e klimës politike në vend. Rëndësia e demokracisë së brendshme në parti, shteti së drejtës, reforma zgjedhore, emigrimi masiv ishin disa prej temave që u prekën në një takim intelektual që mbajti ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Duke u nisur nga zhvillimet politike dhe shoqërore në vend, ai hoqi paralele mes PD-s dhe PS-s, Ramos e Berishës, duke i bërë ata të dy përgjegjës për situatën. Ne kemi një deformim të thellë të sistemit politik në Shqipëri, për këtë përgjegjës është gjithë klasa politike dhe është parakusht për demokracitë, demokratizimi i partive politike, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike. Duket sikur dy kryetarët e partive dominuese në Shqipëri, kur vjen puna te kontrolli absolut i partive politike, bëhen bashkë. Mungesa e garës reale në parti, debati politik i varfër, institucione të dobëta dhe punonjës ose qytetarë që ndihen të kërcënuar, janë pasoja e kësaj, tha ai, duke vënë dukje se SPAK ka vënë ujërat në lëvizje. SPAK-u, i cili në një farë mënyrë duhet thënë ka hapur rrugën për një pjesëmarrje të re politike, duke goditur rënd korrupsionin
dhe duke vendosur standarde të reja në ndëshkueshmërinë e abuzuesve të posteve publike, pa diskutim edhe të krimit të organizuar, që po sjell një ndryshim gradual kulturor në lidhje me përgjegjësinë para ligjit në Shqipëri, është në një sulm të vazhdueshëm thuajse nga gjithë palët politike. Ajo çfarë ndodh në vend dhe efekti i vendimeve e sulmeve arbitrare kuptohet qartë me rastin e News 24. Gazetari Shpend Gashi solli në vëmendje gjobat ndaj mediave kritike. Është e vërtetë që media është e kapur, po unë punoj në një media që nuk ka shanse një herë në 2 ditë apo një herë në 3 ditë mos të vi 1.5, 2 milion, 600.000 euro, 800.000 euro gjob nga hiçi. Ky është realiteti. Për të marrë njerëzit të cilët janë pranë qeverisë që të mbrojnë tezat e tyre dhe të bëjnë një dialog apo një debat konstruktiv, nuk ka shanse që të hapin telefonin. Intelektualët e pranishëm dhanë mendimin e tyre sa i takon situatës në vend dhe arsyeve që e kanë çuar vendin në krizë, duke nisur nga Partia Demokratike. Ky sistem qëndron në sajt të një bashkëpunimi midis palëve, pozitës dhe opozitës bashkë. E vjetra ka vdekur, e reja nuk lind dot më. Demokracia nuk është një gjendje përhershme. Ajo është një proces që kërkon vigjilencë. Kur njerëzit humbin besimin se përmes qëndrimeve të tyre mund të ndryshohet sistemi, ajo demokracia është në krizë. Po pse? Sepse kemi humbur debatin ideologjik, debatin moral. Sali Berisha ka mbjell një arrogancë të jashtëzakonshme te anëtarët e Partisë Demokratike. Nuk durojnë mendime ndryshe. Mos bërja e zgjedhjeve, mos lejimi të bërjes së zgjedhjeve dhe manipulimit tyre. A ka nevojë për koment për të folur në Partinë Demokratike apo edhe për vendin? Të pranishmit folën për mungesë meritokracie në Partinë Demokratike, për mbajtje peng të partisë dhe si rrjedhoi e mos ofrimit të një alternative të shëndetshme politike. Rezultati është një qeveri disa mandatëshe dhe qytetarë që lënë vendin sepse nuk gjejnë më veten. Nga Brukseli, ku po merr pjesë në 50 vjetorin e Partive Popullore Europiane, Sali Berisha deklaroi se ky grupim i të djathtës europiane mbështet plotësisht Partinë Demokratike dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por mbi bazën e meritës. Ky proces, tha Berisha, ka mbetur peng për shkak të korrupsionit e Edi Ramës. Partisë Demokratike është i shkëlqyer me Partinë Popullore, janë disa rezoluta të cilat kanë shprehur mbështetjen e plot për Partinë Demokratike dhe dënimin e hapur të farsës elektorale dhe të regjimit e Edi Ramës. Partia Popullore mbështet plotësisht procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është shumë serioze dhe faktikisht në qoftë se dje u votua me unanimitet mali i zi, Shqipëria mbeti në klasë dhe është në labirintet të cilat e futi Edi Rama për shkak të dosjeve të tij të tmerrshme me korrupsionin. Pra, Shqipëria është peng i dosjeve të korrupsionit të Edi Ramës. Mendoj se Edi Rama nuk ndëgjon më thirrje nga Brukseli, por nga disa vendet më të parametrura të Afrikës. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Presidenti Donald Trump kërcënoi se do të hedhë në erë masivisht fushën më të madhe të gazit në Iran, South Pars, nëse Teherani vazhdon të godas Katarin me raketa. Katari raportoi zjarr në qendrën e saj kryesore të gazit. Ras Lafan dhe ekipet emergjente të angazhuara për të shuar zjarrin raportuan dëme të mëdha. Izraeli zgjeroi fushën e sulmeve ndaj Iranit natën e 18 marsit, duke thënë se kreu sulme ajrore në veri të vendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se SBA do të shkatërrojë plotësisht fushën masive të gazit të Iranit South Pars, nëse Teherani vazhdon sulmet ndaj Katarit ose përshkallëzon situatën në rajon. Katari raportoi zjarr në qendrën e tij kryesore të gazit, Ras Lafan, pas një sulmi të dyshuar me raketë iraniane. Ekipet emergjente të angazhuara për të shuar zjarrin dhe kompania shtetërore Qatar Energy raportuan dëme të mëdha. Trump mbështeti sulmin izraelit ndaj fushës strategjike të gazit të Iranit, duke theksuar se ky ishte një mesazh për Iranin për veprimet e tij në ngushticën e Hormuzit. Izraeli zgjeroi fushën e sulmeve ndaj Iranit natën e 18 marsit, duke thënë se kreu sulme ajrore në veri të vendit, ndërsa mediat izraelite raportuan se anijet luftarake iraniane po godasin bregdetin e detit Kaspik. Izraeli sulmoi veriun e Iranit dhe njëkohësisht
goditi edhe objektet e infrastrukturës energjetike iraniane në rajonin e Gjirit. Në anën tjetër, Teherani u kundërpërgjigj duke qelluar ndaj objekteve të naftës dhe gazit në vendet arabe të Gjirit. Sulmi izraelit në veri ishte i pari në atë pjesë të Iranit që nga fillimi luftës Shëba-Izrael më 28 shkurt, pasi shumica e sulmeve të mëparshme ndodhe në Teheran, Iranin qendror dhe perëndimor. Lajmet për sulmet në veri të Iranit vijnë ndërsa lufta me këtë vend po përhapet dhunshëm në zona të tjera të rajonit, pasi Teherani shënjestron aleatët e Shëbas, veçanërisht shtetet arabe të Gjirit. Irani kërcënoi se do të sulmojë objektet energjetike në gjithë rajonin, pasi deklaroi se fusha e tij gjigante e gazit South Pars u godit më 18 mars në sulmin e parë të raportuar ndaj infrastrukturës së Gjirit, që nga fillimi i fushatës së bombardimeve Shëba-Izrael. Sulme ka patur në Katar, por në fakt situata duket emergjente, të paktën për qytetarët atje të cilët një pjesë e tyre janë të trembur edhe në vendet e tjera të Gjirit Persik, madje edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ne do të kemi një komunikim drejt për drejt tani me një zonjë shqiptare nga Katari, Gertar nga Dubai, në Emiratet e Bashkuara Arabe, e cila do të na njohë me situatën atje. Zonjë Rada, përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve nga Dubai. Si duket situata aty, si paraqitet ditët e fundit, ka patur nesër dhe Bajrami, ka pasur paralajmërime dhe do të hiqen fishek zjarret për Bajram ditën e nesër me festa tradicionale që bëhet dhe gjithashtu disa prej kompanive ajrore kanë anuluar fluturimet me Dubain. Ju vet aty, si e shihni situatën? Të drejtën, mbrëm ka qenë një mbrëmje që Burj Khalifa ka bërë një show papa. Okej. Dhe sot ka qenë një qetësi absolute. Alarm nuk kemi pas si ditë tjera, sepse para se të bëjnë zhurma me për Dubai, normalisht government paralajmëron me një alarm dhe mbas 2-3 minutave prap me një mesazh që të thotë falenderues për gjitha rregullat apo për procedurat që duhet të ndjekim në momentin që ne na jepet alarmi. Them të drejtën, nuk e kemi ndjekur shumë të sikletin e lajmeve, do thonë më shumë janë lajme që sa ne që e përjetojmë këtu. Jet avion personalisht këtu. Jet avion normalisht, çdo aktivitet vion normalisht? Absolutisht, absolutisht. Unë për veten time kam tani më shumë se çdo herë punë, por nuk mund të them që nuk ka zhurma, zhurma ka. Por ta krahasoj ditën e parë me 28 kur fillun raketat apo dronat, siç i themi ne, ishim friksuar, por sinqerisht ky shtet është me një nivel komplet tjetër. Do të thonë ka prit gjithë ato drona apo raketat që akoma nuk kemi, mund të jenë ato një viktim ose 2 viktima siç janë dhënë edhe në për lajme, por nuk ka asnjë lloj dëmtimi. Si veprohet në rast se ka sinjalizim apo rrezik për raketash, pavarësisht se sistemi antiraketor është i atill që t'i eliminojë pothuajse të gjitha? Tani në momentin që na vjen një mesazh, një alarm, duhet të futemi brenda, të mbyllim dritarët, mos rrim afër dritarëve, trim të dhomat ku janë të izoluara, pa xham ose diçka. Por kjo ndodh pastaj mas 10 minutave ose gjysmore që vjen mesazhi tjetër, faleminderit, gjithçka është në rregull, mund të vazhdoni. Pra zgjat shumë pak dhe neutralizohet shumë lehtë. Absolutisht po. Deri në momentin deri sot që po flasem me ju, unë po punoj, jam punë, zyrat janë të hapura. As dhe një lajm nga qeveria nuk është që duhet të izolohemi apo të ndalojmë oraret zyrtare të rrugës të punës. Fluturimet, ka pas kancelimit fluturimeve. Dje familja ime është kthy në Gjermani, do të thonë ka qenë një fluturim me Emirates perfekt, pa vonesa, ka qenë gjithçka në rregull. Po qytetarët perëndimor po largohen, ka raportime, domethënë çfarë shihni, sepse normalisht duke i parë situatën nga larg dhe duke mos qenë aty, normalisht mund krijohet edhe panik, siç ndoshta e kishim para se të bënim këtë komunikim bashkë, po. Prandaj ju pyes. Absolutisht po, paniku tek europianët nuk duhet të vendosi gishtin bëjmi shtetë ose diçka, e kanë atë panikun. Por ne shqiptarët spyesim. Nuk them që Dubai është plot. Jo. Okej. Jo. Por europian, po, them sinqerisht që është ndjehet mungesa e turistave. Nuk mund të them që Dubai është plot,
Dubai është vazhdon jeta normale, por duket dukshëm që mungon turizmi, mungojnë njerëzit. Tani zonja Rada duhet t'ju pyes me impaktin që ka patur aty, që është vend i gjirit persik që preket drejt për drejt, edhe nga raketat, fatmirësisht nuk kanë prekur shumë radhë, kanë prekur 1% ose 2% e tyre kanë prekur territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe, po çmimet, kanë ndodhur ndryshime me çmimet aty? Të më drejtën çmimet tani në momentin po, sepse unë jam në rrugën në pasurinë e palujshme, u bë vite që në 2008 dhe kur krahasoj koronën, në korona kam qenë këtu, çmimet nuk janë si që ishin në koronë. Këtu është ulë ndoshta mund të them 5%, por kam shumë kërkesa që njerëzit presin 15-20. Nuk po ndodh kjo, edhe unë të moment që mund ndodh dhe jam unë e para që do të investoj, por nuk po ndodh kjo që njerëzit presin ta shohin Dubain me çmimet poshtë. Do ta dini diçka. Dubai nuk është një trend ose nuk është një Dubai është për një kohë të gjatë për investim. Siç ishte në korona, do thoni kemi shembullat që i kemi përjetuar. Në korona ishin çmimet diku te 25%, 30%. Dhe brenda një vite gjysmë 2 viteve e ka tejkalu 100%-shin e ishte trend global. Ndërsa tani nuk shoh ndonjë ulje çmimesh ekstreme. Ndoshta në të ardhmen mund ndodhe, në çdo moment mund ndodhe gjithçka, por tani për momentin maksimal mund të them që mund gjejmë 5% me ulje në banesat që janë të mbaruara. Ju flisni për pronat, po. Për sa i përket po. Për pronat, ndërsa po flas për aty ku unë e njoh. Po. Dhe ndërsa për sa i përket hoteleve apo pushimeve diçka, të them drejtën, nuk është se më ka sepse në Dubai gjithmonë ke oferta shumë të mira, edhe po nuk ndodh se kjo që ndodhe. Produktet e shportës dhe karburanti, për këtë ju pyesim konkretisht. Apo nuk pyet njëri në Dubai për... Okej. Karburanti është rrit, unë nuk e brej, sinqerisht nuk e brej, sepse këtu varet ç'a do të makine të kesh. Për shembull, po marr makinën më të mirë, mund ta mbushi me 50 euro. Me 50 euro mbush full tank. Plot serbatorin. Po, ndërsa në Gjermani ose në Shqipëri, do thonë, mund ta mbushim një makinë të mirë, diku te 200 sa mijë lekë shqiptare. Po. Ndoshta diçka më pak. Shumë faleminderit. Ose më pak. Po, shumë faleminderit zonja Rada, shpresoj edhe uroj që të jeni mirë dhe mbet qefi që gjithçka shkon mirë për komunitetin shqiptar aty edhe për juve. Shumë faleminderit, ju uroj edhe ju gjithë mirat. Me këtë komunikim të drejt për drejt nga Dubai e mbyllim këtu këtë edicion informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit, mund të shkoni në balkanu.com për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në Koral. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.